Profeti alayhis salam ka thënë lutja është arma e besimtarit ose është adhurimi i vet. Pra mos prano të çarmatosësh. Lutjen nuk duhet ta neglizhosh në asnjë moment, nuk duhet ta neglizhosh, por në këto evente që je ti më i përgatitur, Pra, përse ne kemi që lutjes ti paraprish me një vepër të mirë, po që ti jetë më e prirur për të pranuar. Qoftë namaz apo qoftë sadaka. Ndaj dhe kanë thënë, kur është koha më e mirë për të lutur? Në namaz ose pas namazit. Nëse po flasim pra i fala 2 rekat për Allahun, aty ku je, ngri duart, se je në vendin më të volitshëm për të pranuar lutja. Pse? Sepse në një farë forme ti e bekova atë vend me veprimin të cilin e bëre. Edhe kur u lutë pas një sadakaje, ti veprimi që do të pasojë i dhe një lloj bekimi ose një lloj shejtërie në vetvete, pra e trokitë derën ashtu siç duhet ti. Dhe lutja në mënyrë kategorike nuk duhet neglizhuar. Një ndër gjërat më të bukura që ne mund t'ia kërkojmë njëri tjetrit, si mund thuash s'kam nevojë për asgjë, ti ke nevojë. Pra lutja, gjë më e bukur që mund t'i kërkojmë ne njëri tjetrit. Ma bëj lutje, se detyrimisht duke i thënë që mos më harro me lutje, tjetri për ta hequr atë amanetin, mund të thojë dhe shkurtimisht pasi të ndahet me ty, o Zot jepi atë çfarë kërkon. Po ku e din ti se në ato çast ai nuk e bëri me shpirt.